Gjykata Supreme e Kosovës ka shfushizuar dispozitat e udhëzimit administrativ të Ministrisë së Punëve të Brendshme, që ndalonin vendosjen e foljeve në xhamat automjeteve. Sipas vendimit, as ligji për rregullat e trafikut rrugor dhe as ligji për automjete nuk përmbajnë ndalim të përgjithshëm për erësimin e xhamave. E nxirja e tyre tash e tutje është e lejuar me kushtin që ky ndryshim të jetë regjistruar dhe i evidentuar në librez pas kontrollit teknik apo atestimit. Megjithatë, juristi Petrit Ladrovci u ka bërë thirrje shoferëve për kujdes deri në zbardhjen e plotë të vendimit. Po sa i përket këtyre pikave, domethënë janë shoqizu. Njëna prej pikave është që Ministri i Punëve të Brendshme ka marrë si kompetencë për me nxjerr vendim lidhur me xhamat e tash se ka kompetencë. Edhe tjetra është që kur janë xhamat fabrikisht për shembull, vetëm ato fabrikisht që janë pranohen, për ndryshe nuk lejohen. Vendimi i Supremës erdhi pas një procesi gjyqësor të nisur nga organizata Maraklit Kerrave dhe Instituti 3 Pika. Si Marakli e kemi mirëprit këtë vendim nga gjykata për arsye se shumë vozitës kanë marrë gjoba për këtë arsye, gjë që nuk është deshtë sepse erësimi i xhamave mbrapa është i lejuar në gjitha shtetet e Evropës, vetëm se duhet të ketë një atest i cili kryet mjaft lehtë në qendrat e automjeteve. Policët deri tash kanë shqiptuar vazhdimisht gjoba prej 40 euro për shoferët që erësonin xhamat e automjeteve. As institucioni ku ata punojnë e as Ministria e Punëve të Brendshme nuk dolën me ndonjë reagim rreth vendimit gjatë ditës së njëjtë, të paktën jo deri në publikimin e storjes. Shënjestër.net